Mirëmbrëma shikues të nderuar të TVM2. Sonte në emisionin Zoom kemi një nga figurat më të njohura të skenës politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut, kryetarin e Aleancës për Shqiptarët, Zjadin Sela. Me të do të flasim për zhvillimet e fundit brenda kampit politik shqiptar, për plasjet rreth vulave të partisë, pozicionimin e tij si opozit, si edhe për çështje të rëndësishme si gjua shqipe, përfaqësimi politik dhe rruga eurointegruese e vendit. Zoti Sela, mirë se erdhët në Zoom. Mirësojgjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi, zoti Sela, po vazhdojmë t'ju referohemi si Aleanca për Shqiptarët, e dim si është puna e vulave, kemi parasysh që para disa muajve gjykata në Tetov solli vendim që partia t'i takojë Arben Taravarit, vendim të cilin ju e keni apeluar, por njëkohësisht edhe jeni deklaruar se keni krijuar një parti të re politike në emrin Lidhja Shqiptare. Tani si do të vazhdojë organizimi juaj politik? Natyrisht presim epilogun përfundimtar të kësaj meseles së vulave të partisë, por unë nuk i hik dot kurrë që unë t'jem Zjadin Sela i Aleancës, sepse unë kam themeluar këtë subjekt politik. Të gjithë të tjera të cilët i dalin për Zot Aleancës për Shqiptarët, e para punës një rrjedhin nga ai segmenti i parë i ndarjes së partisë, i cili, për hir të së vërtetës, dëmin e bërë jo vetëm në dimenzionin partijak, por edhe në dimenzionin kombëtar. Apo subjektet politike në skenën politike për të ruajtur disa balanca dhe për të kontrolluar skenën politike që mos dalë jashtë binareve siç jemi tani në këtë situatë. Apo jo. Që pastaj bëhet e vështirë që t'i kontrollosh proceset politike dhe këto procese politike nisin godasin mbi të drejtat dhe liritë themelore tona si popull, si shqiptar. Apo. Kështu që Aleanca për Shqiptarët e zotit Taravari dhe të tjerat që lindën mbi Aleancës së zotit Taravari janë një surogat që duhet ngjajnë si Aleanca për Shqiptarët, në emën të cilëve dhe duhet që të prishet imazhi i Aleancës për Shqiptarët, prandaj them surogat, sepse janë vetëm imitim dhe nuk edhe zakonisht surogati nuk ka shpirt, është një kopje që e Aleancës, po që nuk e ka shpirtin Aleancës sepse i mungojnë kauzat e Aleancës. Dhe këto lloj surogetërish janë aty për të arzuar imazhin Aleancës për Shqiptarët në mënyrë që në çfarë? Këta duhet të jenë ata të cilët do të bëjnë do të jenë frontmenët e mbrojtjes së diskriminimit të shqiptarëve. Duhet të jenë ato që relativizojnë zhbërjen e të drejtave të shqiptarëve. Dhe kjo ishte faktikisht roli që pati Arben Taravari në qeveri. Ishte frontmeni i Kristian Mickovskit, edhe kur hiqe balancuesi, por edhe kur paralajmëroi që të hiqet balancuesi. Kujtohet edhe në fushat, ishte po aq i zëshëm sa Gordana Siljanovska, që thoshte që nuk ka nevojë më për përfaqësim të drejtë dhe adekuat dhe duhet shihet vetëm përgatitje profesionale. Pak a shumë është një këndvështrim politik i aktorëve politik maqedonës që e thonë të njëjtën gjë. Ndërsa ky harron që në qoftë se s'do ishte e drejta e përfaqësimit drejt dhe adekuat, nuk do ishte profesor në klinikën universitare këtu në Shkup. Apo jo. Ose pak a shumë i njëjti qëndrim edhe kur nisen të bëhen edhe paralajmërimet për heqjen ose abrogimin e ligjit për gjuhën shqipe. Për gjuhët ligji për përdorimin e gjuhës që i vjen në dy, do kemi kohë emision ndoshta për ta shpjeguar edhe gjithë këtë zhurmë të kot që bëhet në opinion, kur thuhet që s'ka ligj për gjuhën, po sido që të jetë. Dhe prandaj këto lloj surrogatësh të përkrahur nga sistemi, edhe nga ashtu quajturi deep state i
Maqedonisë së Veriut, natyrisht që do bëjmë punën e tyre dhe në drejtim të vuleve. Por, e dini si, subjektet politike janë emrat të cilët ato i kanë brenda vetëve. Janë hapat dhe veprat konkrete që ato kanë. Apo. Kështu që mund të ketë shumë aleanca për shqiptarët. Por ka veç një aleancë për shqiptarët e cila në të kaluarën dhe të tërnishmën e saj. Nuk ka devijuar dhe nuk ka bë asnjë hap dhe asnjë gjë që do t'i kushtonte dhe do t'a penalizonte qytetarin e zakonshëm shqiptar. Apo. Kështu që ka dy historira të aleancës për shqiptarët. Njëra e cila në bagazhin e saj ka kryeparlamentarin e parë shqiptar, ligjin për përdorimin e gjuhëve, këtë ligj që është aq shumë i diskutueshëm, ligjin për mbështetësi, ndryshimet kushtetuese dhe NATO, propozimi franko-gjerman në lidhje me antarësimin në Bashkimin Evropian. Të gjitha këto vepra të cilët ne i kemi bërë dhe të tjera, të cilët i kemi bërë neve nga opozita. Dhe kemi dhënë për krahje këtyre proceseve. Ndërsa historia tjetër, aleancës tjetër është, natyrisht, historia së aleancës që ku unë udhëheq, është historia e një partie që pati rritje, si asnjë subjekt tjetër politik në rajon. 4% rritje vetëm brenda 3 vitesh, apo nga zgjedhjet e para deri në zgjedhjet tjera, të cilët ndodhen. Ndërsa historia e aleancës tjetër është historia e ndarjeve. Historia e mungesës së pozicionit të aleancës në tryezën e partive politike kryesore në Maqedoninë e Veriut, në takimin e liderëve, apo jo. Është historia e aleancës e cila shiti gjuhën, shiti balancuesin, u morë me parkingje, me biznese, dhe pastaj përfunduan aty ku shtyn gjithkohës. Apo jo. Kjo është e vërtetë aleancës, ndërsa e vërtetë është që aktorët politik asesi nuk duhet të dalë të segmenti tjetër, i partisë që thatë, të re të krijuar. Aktorët politik asesi nuk duhet që të jenë të varur nga subjekte tjera politike qofshin. Duhet të jenë pavarur në veprimin e tyre politik, dhe kjo pavarësi fitohet në momentin që, sepse për të funksionuar në kuadër sistemit politik Maqedoninë e Veriut, ti duhet kesh një të drejtë nënshkrimi, po them, mos e them vull, apo duhet kesh një organizim politik që sido që të vinë punët, të vazhdoj kauza dhe shpirti i aleancës për shqiptarët, apo jo, e përfaqësuar nëpërmjet nesh si aleancë për shqiptarët, apo. Që po, para zgjedhjeve lokale të vitit të kaluar, ne kemi krijuar një subjekt politik që quhet Lidhja Shqiptare, po në të njëjtën kohë vazhdojmë betejën për aleancën, për shkak se këto të cilët i dalin zot nuk e kanë asnjë sakrificë, kanë vetëm përfitime për aleancën. Po çka nëse zgjat epilogu, zoti Sela, ju thatë në fillim që prisni epilogun. Ne dimë që zgjedhjet e rregullta mund të jenë 2 vite nga tani, ndërsa mund të kemi edhe zgjedhjet parakohshme parlamentare të cilat nuk e dim se kur mund të ndodhin. Me drejt e parashtroni këtë tezë, çfarë në qoftë se zgjatet, apo realisht procesi i zgjidhjes së këtij kontesti nuk është pa qëllim. Qëllimi është që ne të vazhdojmë të mbajmë shpresë dhe pastaj përsëri të gjendemi në një situatë siç ndodhem në vitin 2024. Momentin që kur erdhën zgjedhjet, ne s'kishim as vull dhe formë si të garojmë, ishin ezauruar dhe afatet për të paraqit listat pavarura me iniciativa qytetarësh, sepse s'kishte afate, sepse ishin harxhuar me zgjedhjet presidenciale asë kohë. Por ne prandaj nuk ja kemi lënë rastësisë. Kemi krijuar subjekt politik që mos të mbaremi nga kurkush tjetër dhe mos jemi detyruar të bëjmë koalicione të cilët edhe ndoshta krijojnë huti brenda për brenda shoqërisë shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut, apo. Nga ana tjetër, ne nuk kemi nevojë të marrim të kaluarën përsipër të aktorëve të tjerë politik, apo. Nuk mjafton e kaluara jonë, e cila në bën të ndihemi krenar dhe
na jep energjit mjaftueshme që të vazhdojmë në të ardhmen. Apo qytetarët duhet ta pyesin veten shumë mirë në drejtim të asaj se cilët kanë qenë në vazhdimsi qëndrimet tona si Aleancë për shqiptarët dhe i marrin përgjigjet. Vonesa tjera natyrisht që kanë për qëllim që Aleancën për shqiptarët ta mbajnë të heshtur, kërshi, sepse është e fsheh publike se cili e din që qeveria lun një rol shumë të rëndësishëm në drejtim të vendimeve që i sjell pushteti gjyqësor, apo jo? Kjo është realiteti i dhimbshëm këtu në Maqedoninë e Veriut. Vendimi i gjykatave ishin në favor tuaj, zoti Sejla. Pikërisht, unë nuk e kam ndërmend që t'japim nga vetja, nga ajo që jemi, për t'ju dukur interesant dhe të dëshirueshëm për pushtetin, sepse nuk ka çfarë më duhet të jem as kryetar partie dhe as pse të ekzistojë Aleanca për shqiptarët në momentin që do e humbte shpirtin e saj. Prandaj nuk e kemi ndërmend, le të krijojmë vonesa sa duhen, ne do të jemi të vërtetët dhe ato të cilët do t'ju dalim në mbrojtje shqiptarëve. Po në gjithë kemi parasysh, ndoshta do të tingëlloj keq, por çështja e Aleancës për shqiptarët sikur u bastardizua së fundmi, besoni që edhe ne si gazetarë ndonjëherë kemi problem në verifikimin e asaj se komunikata nga cili krah vjen ose funksionari i cili krah është. Ky është qëllimi. E mos flasim më tek popullata e thjeshtë që nuk janë pikërisht, dhe ky është qëllimi. Apo jo, sepse kjo është ideja. Domethënë, nuk është që kjo, nuk ka ndodhur rastësisht kjo që ka ndodhur. Aleanca për shqiptarët duhet zhbëhej sepse ishte subjekti politik, e thash që ishte shumë afër pushtetit. Aleanca për shqiptarët nga ana tjetër duhej bërçmos që të copëzohet, sepse Aleanca për shqiptarët nga kush zoti Sejla? Aleanca për shqiptarët nuk është formuar bodrumeve të institucioneve shtetërore, po është krijuar nga nevoja që kanë shqiptarët tu për të pas një subjekt politik të pavarur. Kështu që nga kush? Disi, unë parapëlqej mos merrem shumë me këtë temë, por realisht është temë që imponohet. Ose në sezoni u aboj pyetjen edhe më direkt, nga VMRO apo nga BDI? Apo nga të dyjat? Nga edhe njëra edhe tjetra. Sepse sa i përket VMRO-s, që e përmendët, Kristian Mickovski pa deklaruar 2 ose 3 javë përpara se ndodhin zhvillimet në Aleancë për shqiptarët, në qoftë se ktheheni, apo që më zini për fjalët ai. Do ketë 2 aleanca, njëra që do hyjnë koalicion me VMRO-n dhe tjetra që do shkojnë koalicion me BDI. Apo siç duket, ky ka qenë pjesë e planit të tij, prandaj e thoshte me kaq lishmëri, por asnjëra as e para as e dyta. Është Arben Travari, i cili u vendu në shërbim të çfarë do lloj faktori dhe realisht nuk është që të unë si kryetar partie nuk vinin informacionet që ky, unë nuk e di, nuk i kam verifikuar, se duhet jemi të njëjtit nivel që t'i verifikoj këtë gjëra, po. Pe kam marrë si betejë brenda partijate, ku aktor brenda partisë të lartë vinin dhe më thonin që kujdes nga Travari se është pjesë e shërbimeve. Apo. Mbasi ndodhin gjithë zhvillimet, nuk ma ka thënë vetë, sepse pat një argument, një kundër përgjigje nga një eksponent i tij që po, ja ka thënë në biseda miqësore dhe gjoja dhe mua pas ka thënë në bisedë miqësore zoti Travari, s'është e vërtetë dhe ky është që e bën më të besueshëm. Mos i bëhet kryetar partie, unë kuptoj dhe marr vesh që ky është njeri shumë i afërt me ish kryetarin e Akademisë së Shkencave të Serbisë. Kryetar në 2 mandate, në kohën dhe në erën, po them, të Vučićit. Jo se tjerët më herët kanë qenë më të mirë në raport me shqiptarët, por në kohën e Vučićit është një tip Kostić, apo që kryetar, jo antari i Akademisë Serbe të Shkencave, po kryetari i Akademisë Serbe të Shkencave, apo. Një nga ato gishtat e sërbëve që unë s'po guxoj tani t'i them si i kanë bot. Në qoftë se i keni parasysh simbolin e 3 gishtave që i kanë sërbët, sepse në qoftë se i bëjnë 3 gishtat do bëhet objekt pastaj i prerjeve, memeve, gjërave, ka plot dashakçin. Po një është
Simbolika e tyre kishte është njërës në lidhja e shkrimtarëve dhe artistëve të Serbisë. Dy është kisha ortodokse sërbe, po. Dhe s'po e bëj këtë tretin, s'po e nxjerr as vetë si gisht, po e lej për ato që bëjnë meme dhe montojnë gjëra. Është në Akademia e Shkencave të Serbisë. Pse nuk i keni thënë atëherë këto gjëra, zoti Selo? Unë i kam thënë, nuk është që nuk i kam thënë, po tani edhe realisht nuk kam dashur që të merrem me shumë, të më thonë, informatat më kanë ardhur më vonë, dhe kuriun, mirë është që edhe ju si gazetar të jetoni këto gjëra në mënyrë që jo për gjë, por njerëzit duhet jenë të betdishëm se kë përkrahen dhe kujt japin përkrahen. Se jo rastësisht ndodhen këto zhvillime të cilët ndodhin. Ana tjetër, edhe aktor tjerë politik shqiptar nga ideja që të eliminojnë konkurencat, harruan që kjo tavolin qëndron në bazën e dysa shtyllave, dhe kështu e ka dhe skena politike. Në qoftë se rënon njërën shtyllë, ka rënu edhe vetën. Po besoj që i kanë marrë mësimet e nevojshme, asesi në skenën politike shqiptare nuk duhet vazhdoj që përkrahet ju jepet produkteve të cilët po i krijon qeveria. Kristian Mickovski mos harroni një gjë. Ai nuk ka konkurrencë në bllokun politik maqedonës dhe këtë gjë bëri edhe gjatë zgjedhjeve lokale. Dhe ai mundohet që ta formatohet skenën politike shqiptare, nuk është në risi, e kam thënë edhe gjatë fushatës së zgjedhjeve lokale, simbas kallëpëve të tija dhe simbas dëshirave që ai ka. Apo i duhet një opcione politike ose opcion politik, të cilët do t'i thonë gjërat të cilët ai s'ka nevojë që t'i thotë nesër. Apo jo, sepse do t'jenë autoparlantët e tij që do t'i thonë këto sende. Siç po ndodh edhe tani me debatin për edhe me provimin e jurisprudencës, edhe për ligjin e gjuhëve, edhe për ligjin që paralajmërohet për përfaqësinë të drejtë dhe adekuat. Dhe në këtë drejtim ka punuar goxha brenda kësaj periudhe, dhe ka mos pasur konkurrencë andej, që ta përgatise skenën politike simbas apetiteve të tija të paktën për 10 vjeçarin e ardhshëm. E në një situatë kur migrimi është goxha i theksuar tek shqiptarët me Maqedoninë e Veriut, që patjetër se vjen si rezultat i zhgënjimit, ky 10 vjeçar është goxha i ndjeshëm. Apo dhe ekziston rreziku që ne të jemi para një situate që se kthejmë dot më. Apo dhe prandaj jo rastësisht i them në mënyrë që po shqiptarët të shohin më me përgjithësi proceset politike. Në fakt, të shohin realisht skenën politike se në zhdrejtim po lëvizin gjërat. Dhe të kenë kujdes se kujt japin përkrahje, kujt japin votën. Është shumë e rëndësishme. Zoti Sela, të dalim edhe të çështjet të rëndësishme të cilat i përmenda unë gjatë hyrjes së emisionit dhe të cilat i përmendet ju tani, gjuha shqipe vazhdon të mbetet në qendër të debatit politik. Ju e konsideroni ligjin për gjuhët si një nga momentet kyçe të veprimtarisë tuaj politike. Sot kur ka dilema për zbatimin e gjuhës shqipe, a është problemi te ligji apo te mungesa e vullnetit politik për të zbatuar ligjin e sjellur në vitin 2018 nëse sapo? Okej. Natyrisht që unë ligjin për gjuhën nuk e ndaj dot nga karriera ime politike, këtë ligj për gjuhën. I cili është sjell avancimin e gjuhës shqipe që ndodhi gjatë. Natyrisht. Dhe unë s'kam se si ta heq edhe me dasht, sepse kam sakrifikuar për këtë ligj për gjuhën. Një ndër shkaqet që unë kam qenë në parlament më 27 prill, përveç që për herë të parë zgjidhet që ishte po ashtu përcaktim programor i Aleancës, një nga funksionet kryesore të shtetit të jetë shqiptar në programin e 2016 që e kam premtuar popull. Një premtim tjetër ka qenë ligj për gjuhën përpara se të krijohet qeveria. Dhe unë du t'jap kontributin tim, du të zgjerohem pak për t'i sqaruar edhe këto dilemat që shfaqen në opinion. Apo, kështu që
natyrisht që mungon vullneti politik dhe është shumë prezent fatkeqësisht debati shterp a ka as ka ligj për gjuhën shqipe. A të japim përgjigje kësaj, a ka as ka ligj për gjuhën shqipe. A është zyrtare apo jo gjuha shqipe, në fakt. Aty bëhet debati, diskutim. Mund të hyje se cili ta shofe ligjin dhe ta shofe është zyrtare gjuha shqipe, a nuk është zyrtare gjuha shqipe. Ju si interpretoni? Unë jam ai që e kam sjell të variant ligji, sepse për hir të së vërtetës, ti marri me radhë, ka pas 3 propozim ligji aso kohë. Ka pas edhe një propozim ligj ndërmjet që ofronte VMR DPMN-ja, në mënyrë që të vazhdojë qeverisin. Apo. Për hir të së vërtetës pak ka shumë i ngjashëm me këtë ligj. Ka pas një propozim ligj tjetër, të cilin unë e kam marrë nga zoti Ahmeti aso kohë, si propozim, i dakorduar ndërmjet LSDM-s dhe BDI-s. Një propozim ligj që nuk ndryshonte as pak nga ligji i vitit 2008, që e lejon të Shqipën të flitet në parlament, ka deputetët shqiptarë, apo? Por që jo edhe të arkivohet, vullat e gjithë të sende që i ka ligji ekzistus, apo? Dhe jo të shkruhet. Bile dhe ai dokument që përkthehej, sillesht e panënshkrim nga ana e kryeparlamentarit aso kohë edhe nga ana e qeverisë. Në kot vesh një përkthim që nuk pa nënshkrim, pa vull, pa asgjë dhe nuk kishte formën e dokumentit zyrtar. I vetmi ndryshim që kishin dakorduar ato në ligjin e ri tani 2017-s, kur bëheshin akoma pa kriju qeveria, apo, ishte që të njëjtën formë se si përdore në parlament e lejonin edhe në qeveri. Që ministri shqiptar të ketë drejt flase në mbledhjet e qeverisë në gjuhë shqipe. Apo. Unë sapo e kam pak të ligj, kam thënë ky ligj nuk kalon. Dhe në qoftë se kjo ideja e kushtit tim për ligj për gjuhën shqipe përpara se të krijohet qeveria, atëherë kam thënë votat e mia nuk janë për këtë qeveri. Natyrisht u alarmun aktorët politik dhe unë kam pas një thirrje me njerë po atë natë, se fillimisht këtë bisede kam bërë me zotin Ahmeti, sepse ai ma dha këtë propozim ligj dhe e pyeta thash kush ta dha këtë ligj, po janë marrë vesh delegacioni BDI-s me të LSDM-s. Thash jo, ky ligj nuk kalon. Ishte përgjigje. Bile se kisha ndërmend ta marrën telefon edhe Zoran Zajevi. Dhe pastaj pat një lajm, mu lajmëruan nga përfaqësues të Faktorit Ndërkombëtar dhe më kërkuan një takim për të pasur ç'është problemi. Dhe me ta marrë vesh shumë me njerë të nesërmen. Ç'është problemi, ju kam thënë. Në kushtetut, gjithkund ku thuhet gjuha që e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshme nga gjuha maqedone, vazhdohet edhe shkrimi i saj. Dhe unë nuk lejoj me ligj që folurat të ndahet veç dhe shkruarat të ndahet veç. Dhe drejt, jam marrë vesh shumë shpejt sepse kanë thënë, po, ke shumë drejt, sepse këtë që po bëjën është kushtetuse. Apo, kushtetuta të thotë edhe gjuhën dhe shkrimin e saj. Apo, ligji 2008-s e ndante veç të folurën, veç të shkruarën. Propozimi që bëhej e ndante po njësoj veç të folurën, veç të shkruarën. Dhe nga ky moment kemi nisë bëjmë një ligj, kam nisur të bëj ligj të ri. Apo, me cilin jam munduar që të shfrytëzoj optimumin që lejon kushtetuta, që unë nuk i kisha numrat për të ndryshuar aso kohë. Apo, dhe këta e ka arrit ky ligj, natyrisht jam bë edhe disa kompromise të vogla, sepse unë me ligjin doja të kaloj nga definicioni 20% në gjuhë shqipe. Kam pyet gjykatës të gjykatës kushtetuese, tani, aso kohë, jo gjykatës të gjykatës kushtetuese, dhe të cilët më kanë thënë që po mundut. Konkretisht, kam konsultuar zotin Osman Kadriu, dhe kam thënë, a mund kalohet nga ky definicion? Ka thënë po, në këndvështrimin e tij, sepse mundet neni pari ligjit të nisme, gjuha që i flasin mbi 20% e popullatës dhe që është ndryshme nga maqedonishtja, është gjuha shqipe, dhe në tekstin e mëtejmë vazhdohet me gjuha shqipe. Apo. Pse nuk u? Sepse kisha problem me këto të antarët që ishin në komision nga ana e BDI-s,
arsyetimi i tyre ishte mund të rrëzohet në gjykatën kushtetuese. Unë nuk shifsh asnjë shkak që mund të rrëzohet në gjykatën kushtetuese. Për shkak se fakti është që gjua që e flasin mbi 20% e popullatës është gjua shqipe. Apo dhe nga ana tjetër, kjo patjetër se duhet heq ky definicion dhe të zaventësohet me gjuhën shqipe. Po tani ne prandaj jemi bloqe politike që nuk jemi me i subjekt politik sepse kemi këndvështrimet kundërta me njëri tjetrin. Apo një e dyta, ata që përfolet shumë titulli i ligjit. Ligj për gjuhën shqipe s'ka. Unë ja kam ndruar titullin, kam vendu titull 3, se të propozimi edhe në 2008 kishte i titull tjetër ligji, edhe ky propozimi që Erdzova kishte të njëjtin titull, ligj për përdorimin e gjuhëve që e flasin më së paku 20% e popullatës. Apo. Ndërkohë që të gjithë ne, pa marrë parasysh aktorët politik, kryefjalën e çdo fjalimi e kemi barabartësinë juridiko-kushtetuese etj. etj. Dhe unë kam heq këtë titull të ligjit dhe kam thënë ligj për përdorimin e gjuhëve. Sepse, nëse shihni ligjin, ligji i trajton gjatë gjithë tekstit të saj, edhe shqipët, edhe maqedonisht. Gjitha gjuhën. Ashtu. Do të thonë, ti e bën ligjin për përdorimin e gjuhëve prej në titull, në mënyrë që mos duket kjo një gjuhë minoritetesh, por është ligj për gjuhët special që vlen për gjithë gjuhët zyrtare në shtet. Dhe ti i vendon këtë formë në pozitë të barabartë gjuhën maqedone me gjuhën shqipe. Prandaj quhet ligj për përdorimin e gjuhëve. Në qoftë se do i lejonim ne vetes që quhet ligj për gjuhën shqipe, në ndërkohë që në kushtetut ligj në gjithë territorin e vendit thot kushtetuta gjuhë zyrtare është gjuha maqedone, apo dhe pastaj gjuha që e flasin mbi 20% e popullatës, dhe nuk bën një ligj formën si të rregullohet me ligj, apo dhe nuk bën një ligj që i trajton në mënyrë të barabartë të dy gjuhët, ti faktikisht ke pranuar statutin e pakicës për një gjuhë të pakicës shtesë që do të folet, apo. Kështu që ti sqarojmë të dilema. Është ligji titullohet ligj për gjuhët, për gjithë ato që duhen që gjuha shqipe të trajtohet e barabartë me gjuhën maqedone. Të tjerët që duan të jenë nën vasalitetin e elitës politike maqedonase, ose për cilët nuk ka ndonjë rëndësi gjuha, sa duhet, atëherë le të dalin, le të bëjnë ligj që e flasin mbi 20% e popullatës etj. etj. Kështu që edhe kjo dilemë duhet. E tani ka ligj për gjuhën, po ka është ligj për përdorimin e gjuhëve, në të cilën jo rastisht bëhet gjithë kjo zhurmë e cila bëhet, por shkak se është ligj i mirë. A dëgjuat ndonjë iniciativë në gjykatën kushtetuese për ligjin e vitit 2008? Apo? S'kishte asnjë iniciativë. Por shkak se ishte ligj në diktatin e VMRO DPMN-s që u solla së kohë. Do pranosh ligjin nëse do të jesh në qeveri. Po njësoj. Ligji për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat nuk është kauze këtyre të vlenit. Do flasim më vonë. Po të flasim kush i nxjerr ato kauza. Unë kam folë edhe 2017 e kam pas tryezë dhe kusht ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. 2020 unë kam udhëhequr fushat duke folë për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Dhe tani po servohet një ligj që ta jetë VMRO DPMN-ja njësoj si ligji i vitit 2008 për përdorimin e gjuhëve. Kështu që vetë fakti që po bëhet kaq zhurmë për ligjin për gjuhën, pastaj kalojmë te ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Dhe asnjë zhurmë për ligjin e vitit 2008. Apo tregon që ky ligj në një farë forme atë sa e lejon kushtetuta, apo ka goditur në shenjë. Dhe pastaj debati e bëri ky se bëri ai. Ja, atë ne e dim pa modesti, në qoftë se do e kishim bërë të tjerë, kam pas kohë ta bëjnë deri 2018. Pse se bën? U dash vetëm me 3 deputet, të jem prezencë keme politike, për shkak se Alianca për Shqiptarët mbi të gjitha, këtë punë që po bën e bën për shkak se ne kemi vendu një rregull, edhe kur i përpilojmë programet, edhe kur i premtojmë qytetarëve. Demokracia është përgjithësi përpara premtimit që jep. Në qoftë se mund të bësh diçka premtohet dhe realizohet, ndryshe ose premton.
Duhet të jemi serioz. Me që të zotin Sela, ne dim që ky ligj tani gjendet edhe në gjykatën kushtetuese dhe rrezikon që disa nene të hiqen nga kjo gjykatë kushtetuese dhe për një çështje si gjua shqipe që ka peshë të madhe politike, nuk shohim një veprim të koordinuar në opozitën shqiptare. A është kjo sepse opozita po zgjedh një qasje më të butë, apo sepse nuk ka mekanizma reale të ndikimit? Natyrisht opozita ka protestuar në lidhje me tendencën kur pati seancë gjykata kushtetuese në lidhje me ligjin për përdorimin e gjuhëve, për t'ia aprovuar nenët, që ishte në dhjetor të vitit kaluar, apo? Para 2 vite. Po, jo, nuk janë 2 vite tamam. Më thënë më Po, vitin 2024. Dhe kur u shty seanca që realisht duhet të mbyllur, apo? Unë pa ta paralajmëruar asë kohë në fjalimin që kam bajt për para atyre që protestonin, që ne përsëri do jemi këtu, në momentin që do të ketë tendenca përsëri të mbajt kjo seancë. Sepse asgjë s'ka antikushtetuese në ligjin për përdorimin e gjuhëve, ka vetëm averzion dhe gjuhës shqipe. Nga njerëz të cilët vazhdimisht flasin për bashkëjetesën, që orës qast punojnë që të na zhbëjnë të drejtat tonë. Në teori politike, demokracitë funksionojnë më tepër jo nga rregullat e shkruara, po nga normat e pashkruara. Kështu është, gjithë demokracitë më të konsoliduar. Për shembull, nëse kthehemi në të kaluarën, nuk ka qenë normë ligjore presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës jo më tepër se 2 mandate. Ka qenë thjesht një normë e pashkruar e vendosur nga George Washington, i cili mbasi mbaroi 2 mandate tha nuk vazhdoj më të jem kryetar. Në mënyrë që mos krijohen diktatura, totalitarizme, mos shndrohet përsëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mos shndrohen në një monarki etj. Dhe një praktikë e tillë ka vazhduar deri me i vetmi presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është zgjedhur 3 mandate është në Roosevelt. Dhe vetëm atëherë, kjo është bërë rregull i shkruar. Domethënë vitin 1900 në mesin e shekullit 20, 50 diku, atëherë është ndryshuar dhe është venduar me 2 mandate. Kështu që nëse edhe Maqedonia don që të ketë një paqë, stabilitet, dhe ke normat e pashkruara hyn edhe koncepti i legjitimitetit, apo që e shkel, që është në kundërshtim me këtë stabilitetin dhe atë që duhet të jetë Maqedonia, të ketë një stabilitet, dhe nëse Maqedonia vërtet duhet t'i praktikoj këto rregulla, që janë shumë të rëndësishme për demokracinë. Një tolerancë të dyanshme, dhe një vetë përmbajtje institucionale. Të janë 2 norma të cilat i bëjnë demokracitë të funksionojnë. Çka nëse preket gjuha shqipe? Është prek stabiliteti i shtetit. Nëse preket gjuha shqipe, është prish postulati themelor i marrëveshjes së Ohrit. Tani, ju mund të jeni më të ri. Po e them, ndoshta edhe kujtoni momentin. Një ndër nënshkruesit e marrëveshjes së Ohrit ishte Arben Xhaferi, apo? Dhe nëse ju kujtohet deklarata e parë për pasi u nënshkruajt marrëveshja e Ohrit, kur ishin gjithë kryetarët e partive që nënshkruajtën marrëveshjen e Ohrit, Arben Xhaferi ka folë shqip. Apo? Dhe aso kohë ish kryeministri Ljupçe Gorgievski e lëshoi në mënyrë demonstrative deklaratën që e dhanë liderët që nënshkruajtën marrëveshjen e Ohrit. Këtu ka simbolik. Cila është simbolik? Arben Xhaferi jo rastësisht foli shqip, sepse ishte baza e asaj që u arrit me marrëveshjen e Ohrit. Dhe është shtylla kryesore e marrëveshjes së Ohrit. Dhe unë këtë segment po e rikthej në vëmendje, në mënyrë që të vetëdijsohen të gjithë këto politikë bërësit Maqedonës, që t'jenë vetëdijshëm se çfarë nuk e bërë. Apo.
E në qoftë se preket kjo, natyrisht kuptohet, në politikë bëjmë me mjete politike, shqiptarët dhe duhet gjejmë forma tjera të organizimit të sistemit politik. Cilat mund të jenë ato? Po, dëgjoj. Unë janë tema që do të kisha parapëlqyer të diskutoj dhe të kem përballë oponentës në drejtim të kësaj, nga kryeministri dhe kryetar tjerë të partive politike maqedonese, sepse atje mund të marrë përgjigjet dhe të jap kundër përgjigjet. Në qoftë se kërkon shtet unitar, karakter unitar të shtetit, ti nuk mund të trajtosh si pakicë shqiptarët që janë mbi 30% e numrit përgjithshëm të popullatës. Dhe kur ky 30% është i vendosur vetëm në pjesën perëndimore kryesisht të Maqedonisë së Veriut, ku janë shumicë absolute, ti nuk mundesh këto ti trajtosh si pakicë, sepse ndryshe i ke vendu flakën dhe zjarrin vetës dhe konceptit të cilin e udhëheq. Apo është e dëmshme. Karakteri unitar i shtetit, që aq me qejfe kanë aktorët politik maqedonës që ta thuan, është çfarë është e zbërthyer ndryshe. Një kushtetut, një parlament, një qeveri, jo ndarje të tip federatësh, kantonësh, ose autonomish, konfederatësh, e gjithë, por një shtet unitar. Apo, sepse merret vesh një segment i karakterit unitar shtetit. Karakteri unitar i shtetit, po vesh gjuha maqedone zyrtare dhe ne tjerë që të bëjmë. Apo, të maqedonizohemi, po. Ja, nuk e pranojmë këtë që, se ne dim fort mirë kush jemi. E kjo në kupton edhe qytetar të barabartë përpara kushtetutës dhe ligjeve. Dhe ti nuk mundesh të mbrosh karakterin unitar të shtetit, dhe nga ana tjetër të mos pranosh që Shqipja të jetë zyrtare në gjithë territorin e shtetit. Në qoftë se nuk e don, ti duhet shofish një formë tjetër që godet mbi karakterin unitar të shtetit. Në qoftë se që gjua, prandaj hap shumë tema të tjera. Në qoftë se ti nuk e don Shqipen në gjithë territorin e shtetit, atëherë do duhet ta tregojsh territorin se ku Shqipja do jetë zyrtare në të gjitha nivelet e përdorimit të saj. Dhe ky territor është aty ku jetojnë shqiptarët. E kur të arrish në këtë konstatim, duhet të mendosh për ta vëndu kufirin. Sepse nga kjo pjesë këndej do kemi dy gjuhësi, nga kjo pjesë tjetër këndej do kesh një gjuhë. Apo ja. Prandaj, unë ju bëj thirrje, ne ndoshta s'kemi komoditetin që të hyjmë gjithë këtyre gjërave. Por, ne jemi me shpinë mbas muri, si shqiptarë. Prandaj, politikanët maqedonës duhet vedisohen dhe të pranojnë që gjuha shqipe duhet të jetë me terminologji gjuhë shqipe në kushtetut. Për shkak se është çështje dinjiteti. Nuk mund shtrembrohet gjuha për cilën unë jam krenar. Ashtu siç çdo qytetar i botës është krenar për gjuhën e tij. Apo, se është gjuha që na mësojnë prindërit, e i themi gjunane, apo, dhe natyrisht që duhet ta mbrojmë me gjithë shka që mundemi. Apo. Si ishin nga protestat e studentëve. Dhe në këtë drejtim, unë ju bëj thirrje që këto janë në qoftë se duan që ta ruajnë karakterin unitar të shtetit. Në qoftë se don karakterin unitar të shtetit dhe ti trajtosh shqiptarët si pakicë, e nuk ruhet kështu karakteri unitar i shtetit. Shoh edhe disa tendenca të tjera. Shoh tendenca, sidomos e vrej në studio televizive me gazetarë maqedonës, të cilët mundohen që të thirrën tek në shtetësia se si shkruan, dhe do të thonë që jo, ne jemi Maqedonës. Bazohen në atë, sepse çështja e nacionalitetit ka disa koncepte, apo jo, emri shtetit që të përcakton nacionalitetin, ndërsa koncepti i Ballkanit dhe koncepti tjetër është nacionaliteti është ajo që ndihesh. Ti mund të jesh pjesëtar i një shteti, po ti je shqiptar. Apo. Dhe në momentin që hyn ta bëjnë një gabim tjetër, sepse është absurde. Duke dashur që ne na personifikojmë me nënshtetësinë që kemi, gradualisht po hyn në idenë e kombit politik. Sepse kur ti të kombët, ka dy lloj kombësh, kombe politike dhe kombe historike.
Kombi politike ka plot Shtetet Bashkuara të Amerikës, Amerikanët janë kom politik, apo Franca është kom politik, Gjermanët janë kom historik, apo Turqia është kom politik, basi krijohet Perandëria Osmane, po i hymë të historisë së kombeve e gjithë. Edhe nuk mund është edhe thirrësh në antikitet, si që bëjnë ta, apo? E pastaj të kërkosh që të veprosh aty ku ta qetë llogaria që t'i shtypi shqiptarët duke kërkuar konceptet e kombit politik. Kombi politik nënkupton një marrëveshje ndërmjet dy popujve, të cilët do t'ulet dhe do të merren vesh se si do quhet ky komb, çfarë gjuhë do flasë ky komb, dhe të gjendet një diçka e ndërmjetme, po kjo bëhet kur gjuhët janë të parafërta. Asgjë si lidh gjuhën shqipe me gjuhën maqedone. Asgjë si lidh gjuhën shqipe me gjuhën slave. Dhe duhet kesh edhe afërsi kulturore në mënyrë që të ndërtohen këto kombe politike. Kështu që është debat i kot, i cili ka për qëllim që të zhvlerësohen të arrirat që i kanë arrit shqiptarët, dhe unë e kuptoj që se cili do të kishte dashur që të ketë kombin e tij, shtetin e tij kombëtar. Apo? Por rrethamet jo për fajin tonë, as për fajin e shqiptarëve, as për fajin e maqedonësve ndoshta. Apo këtu po. Vendime tjera që janë sjellë në 1913 në konferencën e Londrës, ne jemi ndodhur në këtë situatë që jemi sot. Apo? Dhe ne vetë se, nëse duam që të kemi të ardhme, vetë se duhet ta ndërtojmë atë që pak a shumë në situata luftrash ka qenë e pranueshme edhe për maqedonasit vetë. Ju nëse shkoni tek Asnomi, si dokument i rëndësishëm, i cili ekziston edhe në preambullën e shtetit, Maqedonia me dokumentat e Asnomit shpallet shtet federal. Apo? Dhe pastaj në kopaqe zhdukën këto terminologji, dhe në qoftë se dikush e përmend, anatemohet me çdo mjet, në çdo formë. Ndërkohë që harrojmë që organizimet federale, në fundit janë forma të organizimit të shteteve më civilizuara dhe më zhvilluara ekonomike që një botë, dhe më demokratike. Apo, shtu është. Po si do që tjetë, në qoftë se ne kemi zgjedhur një rrugë, dhe duhet vazhdojmë kësaj rrugë, po në qoftë se kontestohet gjuha shqipe, gjuha shqipe nuk mund të zbrapset, veç mund të avancohet e drejta e përdorimit të gjuhës shqipe. Atëherë është goditur mbi themelet kryesore të marrëveshjes së Ohrit, dhe është goditur mbi dhe janë hap gjëra tjera për formën se si duhet të organizohet shteti. Kështu që gjërat duhet kuptuar më me seriozitet, më me përgjegjësi. Protestën e studentëve, unë çat ju them tjetër përveç se bravo, ju lumt, dhe në të njëjtën kohë ju them të vazhdojnë këtë betejë që e bëjnë fundit për gjuhën, të tyren timen, tuajën dhe gjithë shqiptarë. Një gjë që u komentua ishte edhe prezenca e funksionarëve të partive opozitare shqiptare në protest, au politizuan protestat e studentëve, zoti Seli? Unë du t'jem i realt në atë që e them. Nuk e them për të duk simpatik, ose për të qenë pjesë e qëndrimeve që i përdor rryma. Njëtë duhet lëvizish kundër rrymës. Apo? A e dini sa vrajsh ngjan kjo çështja politizim? Sepse lind pyetja, unë kam kundër argumentin tjetër, kundër tezën tjetër. Po mirë, pse mos politizohet? Cila është forma për të zgjedhur një çështje në qoftë se jo me politikë? Dy janë format, me dhunë, luftë. Dhe forma tjetër me paqë është politikë. Apo. Tani prezencën brenda në protest, në kuptimin a e politizojnë për nevoja personale, është në temë tjetër. Po çështet opozita në fundit, kur votohet dhe kur vendoset për qeverinë, ditën që votuesi voton për atë që do jetë në qeveri, por edhe atë që do jetë në opozitë. Dhe për rezultat, një politikan opozitar e ka vendin në çdo protest
në të cilën e organizojnë edhe qytetarët. Pastaj thirrja ishte publike për gjithë, dhe unë nuk mendoj që ka ndikuar për keq, biles për kundrazi. Ka pas, sepse dëgjoni, ka pas protesta në kaluarën, edhe këto s'bën t'i harrojmë. Unë kujtohet, ishin protestat e monstrës, ose kohë. Dhe kështu u tha, mos politizohen protestat. Dhe u lanë shqiptarët të vetën pa përfaqësues politik, pa ju dalë kush mballë protestës dhe të pambrojtur, dhe u rrahën e u gjakosën rrugëve të Çajirit e Bitpazarit, apo? A ishte kështu? Apo? Dhe përfunduan në përburgje me dhjetra të ri, me dënime maksimale. A ishte kështu? Kështu që, tërë politika atje duhet jenë edhe si mbrojtje, në mënyrë që mos eskalojnë. Dhe më kujtohet në këto protesta që bëhen atëherë, mbasi ndodhi kjo situatë e gjakosjes së protestës. Atëherë unë jam nis, kam qenë kryetar komunën Struk, akoma se kisha kriju partin politike, kishte nis lëvizja për reformë, PDSH, po nuk ishte regjistruar akoma, e bësha betejën brenda PDSH-s, jam nis prej Struke dhe kam ardhur në protestë. Në mënyrë që mos eskaloj, dhe janë përdorur gjithë llojet e mekanizmave së kohë, maska, protestues me maska, të cilët mund të ishin dërguar edhe nga regjimi së kohë, VMRO, DPMNE, BDI, apo? Dhe pak duhet pastaj që situata të del jashtë kontrollit. Kështu që kur janë deputete, funksionar politik, duhet bëjnë kujdes, edhe policia ka kujdes se si sillet me protestues. Kur jemi te provimi i jurisprudencës, zoti Sela, nga vlen theksojnë se çështja e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe nuk është zgjidhur me vite të tëra, edhe pse e dim që me Ministrinë e Drejtësisë kanë udhëhequr zakonisht kuadro shqiptare për hir të së vërtetës, ka pasur më shumë ministra të drejtësisë nga ana e BDI-s, si fundi ka qenë Krenar Lloga, i cili ishte atëherë kuadër i Aleancës për Shqiptarët, ministri i drejtësisë. Të pyetje parashtrohet pse nuk u zgjidh atëherë kjo çështje. Jo, ne mund ngelemi vazhdimisht e debati pse s'u bë atëherë. Po ky debat e dini kur ka vlerë, vetëm kur e bën. Dhe del dhe thua, atë që se bët ju e bëm ne. Apo. Dhe jo vetëm për temën e provimit të jurisprudencës, sepse në qoftë se ne ngelim që në hapën tema një nga një t'i zgjedhim me protesta, do të na duhen shekuj derisa ta implementojmë të ligj për gjuhën. E jo më nevoja tjera që i kemi ne si shqiptar. Apo. Kur jemi ke kjo temë, du ta them pa modesti. Unë skenën politike ka marrë aq vota sa ka marrë vota për të qenë në legislativ, në parlament, dhe duke qenë legislativ, e kam bërë ligjin për gjuhën. Unë ju bëj thirrje shqiptarëve të votojnë për të marrë ekzekutivin dorë, dhe nga dita e parë, qeveria do bëhet vetëm në qoftë se pranon faktin që vendimi i parë i qeverisë tjetë që gjuha shqipe dhe çdo dokument që del për qeveria të del në dy gjuhë. Që çfarë do lloj ministri që zgjidhet nga ajo qeveri, pa marrë parasysh është Maqedon, ai kujt komuniteti etnik, do duhet vazhdojë në dy gjuhë ashtu siç është ligji. Apo, dhe çdo dokument ka njëjta faqe, të ketë dy kolona, në maqedonisht dhe në shqip, dhe ka njëjti dokument në shkruar çdo eksponenti i qeverisë. Apo. Unë mund mbaj përgjegjësi për atë sa kam marrë mandat, dhe për këtë kam bërë këto gjëra, Aleanca për Shqiptarët i ka bërë. Ndërsa, dini si, në debate sipër, në lidhje me këtë temë të kotë, ju kur ishi, tregoni ju kur jeni. Ato kur ishin, po e vërtet është, nuk them që Krenar Lloga po ka qenë një periudhë të shkurtër kohore, si ministri i drejtësisë. Për hir të së vërtetës, duket ajo është periudha kur jepën në dy gjuhë certifikatat, apo Krenari ka bërë një gjë të tillë, ka marrë edhe iniciativë, por nuk kam informata të saktë, që edhe kjo çështje të rregullohet e provimit të jurisprudencës ka bërë ndryshime të ligjit, po veç më ishte periudhë shkurtër kohore dhe nuk erdhi parlament, sepse kur afrohen zgjedhjet, edhe aktorët politik të cilët janë brenda dhe kujdesen që trujnë një çik populizëm për në rastin konkret LSDM-ja, dhe këtu pastaj shumë ligje nuk kaluan,
siç nuk kaloi edhe ligji për amnesti që synonte t'i liroje pak burgjet nga ato që kanë vepra që pastaj LSDM-ja ndroi qendrim dhe nuk e votoi. Ashtu siç nisën të avonojnë edhe procesin Alfa, kur prisnim që të lirohen ato që janë në këtë proces montuar politik dhe që sot e kësaj dite nuk janë liruar. Dhe debati duhet tani njerëzit e di si flasin me gjuhën që ju pse se implementuat, ndërsa këto tjerët thonë këtyre tjerëve, që është i njëjti koncept dhe mendësi, apo si Vleni, si BDI. Janë të njëjtë, mendoni Vleni edhe BDI? Mendësia është i njëjtë, rezultatet janë njëjta. Ne mund të kthehemi një nga një, po veç ta përfundoj ide. Më thonë këto kanë vonu, këto tjerët po i kthejnë mbrapa, apo psojnë regres dhe lind debat. Më pyeti dikush një ditë, më thonë kush është më e keqe? Është vonesa apo regresi? Unë mendova pak dhe unë mendoj që vonesa është më e keqe se regresi. Sepse vonesa është ajo që sjell regresi. Kur në çështje nuk trajtohet seriozisht, prej fillim. Kur ti ke prioritete tjera, dhe jo prioritetin e implementimit të ligjeve që i sjell dhe një vjet ka qenë koha e harmonizimit të ligjeve tjera me ligjin për përdorimin e gjuhëve, pse s'janë bë? Po okej, ligji edhe këtë çështje rregullon dhe nuk ka nevojë ligj tjetër, nuk ka nevojë komisione, nuk ka nevojë komisionet Venecias, pse themun e njëjta mendësi. Kur usoi ligji për përdorimin e gjuhëve asë kohë, BDI-ja me LSDM paralajmëruan çuarjen e ligjit në komisionin e Venedikut. Unë e kam kundërshtuar. Pse e keni kundërshtuar? Sepse kjo është forma për të vonuar implementimi i ligjit. Mendoni se të njëjtën gjë po bën qeveria aktuale me ligjin për përfaqësim drejt? Po, kjo është mendësia. Unë prandaj them. Kjo është mendësia. Shkuarja në komisionin kush kërkoi nga komisioni i Venedikut që ti t'ia çosh ligjin për përdorimin e gjuhëve? Kush e bëri kërkesën? E bëri BE-ja? E bëri komisioni i Venedikut vetë? Apo e bëri qeveria e Maqedonisë së Veriut asë kohë? E di si bie kjo? Hajde ta çojmë në komision të Venedikut e ndryshimet kushtetuese që u bën me ndryshimin e emrit. Po ç'ndodh nëse çdo ligj që e sjellim në parlament, edhe buxhetin ta çojmë në komision të Venecias. A do sjellim në ligjin ndonjëherë? Çfarë ligji? Ku diun? Pse nuk u çu ligji për Branitella fillimisht në komisionin e Venecias dhe pastaj të vijë dhe të bëhet gjithë ai zhurmë që u bë këtu. Apo? Kështu që komisioni i Venecias është vetëm si mjet, i cili synon një ligj të sjell ta vonojë në implementim dhe të humbën seriozitet, ndërsa një ligj tjetër që do të sillet përsëri ta vonojë në sjellje të ligjit dhe të mos ketë vlerën që duhet ta ketë si ligj. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat që propozohet sot, as pak nuk ndryshon nga balancuesi që ishte dje. Ju nuk do ta mbështesni këtë ligj në parlament? Sepse unë kam vlerësuar që balancuesi nuk i plotson nevojat dhe ideja bazë që është e parimit universal dhe themelor të drejtave njeriut për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Bas balancuesi, tani pse them me njëjta mendësi. Balancuesi dikur ishte zgjidhje dhe po thuhet si një po vendohet në dimenzionin e një arritje shumë të madhe. Po zgjidhja pas ka qenë kjo. Kur nga 2015 kur u implementu, janë me qindra dhe me mijërat punësuar që kanë bërë punësimin me deklarat të rreshme në notar. Se i përkasin që i përkasin kësaj ose asaj etnie, dhe asnjë nuk është përgjigjur. Deklarimet në notar ka edhe përgjegjësi penale nëse janë të rreshme, apo jo? Asnjë nuk është përgjigjur, të gjithë i gëzojnë vendet e punës dhe ti në vend që ta penalizosh keqpërdorusin, e heq mekanizmin. Dhe e heq në mënyrë të përkohshme për politikë, në sy të atyre ku ke marrë për krahin, që tregosh, sepse fatkeqësisht në Maqedoni fuqia politike tregohet se sa je i ashpër ndaj shqiptarëve. Apo? Dhe plus ti bësh gjitha të punësime, dhe tani të propozosh një ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat që s'ndryshon as pak nga balancuesi.
ato që kemi pa, në qoftë se janë vërtet, sepse e dini kush është skandali më i madh. Unë jam deputeti kuvendit, apo? Nuk e kemi pa ligj? Jo se kam pa. Se unë ligje që kur të më bje dikush formë zyrtare. Këtë unë qëfar del në rrjetet sociale, biles, unë ju garantoj të opozitës shqiptare njërë, por edhe Maqedone, kërkush se ka pa. Su ka ardhë dokument zyrtar. Tani edhe për këtë pjesën tjetër, biles jam goxha i sigurt. Se kam pa as të edhe të vlenit. Ndërko, a u bët 2 vite që flasim për ligj për profesin drejt dhe adekuat? Aja bën fushata në të cilën eksponent politik kanë darë dhe kanë thonë sollëm ligjin për profecin të drejt dhe adekuat. E që quhet kjo? Mashtrim dhe rren publik, pa pikën e turpit. Gjithë zgjedhjet kalun me premtimin që e sollëm ligjin. Apo? Dhe para një jave, dol qeveria që e kaloi ligjin për profecin drejt dhe adekuat dhe do të ishte gabim. Në qoftë se votohet ky ligj për profecin të drejt dhe adekuat. Sepse, vetëm do ruaj status quo. Ligji për profecin të drejt dhe adekuat çfarë duhet përfshi, sepse unë kam përpilu ligj në vitin 2022. Lidhje me profesionin e drejtë. Dhe ja kam lënë Arben Taravari që ta vazhdohet, se unë dhash dorëheqja sot, kujtohet, por lidhje me profecin e drejt dhe adekuat. Unë dhash dorëheqje si kryetar partie, përpara saj ishte ligji për lojrat e fatit, para asaj bëna ligjin për në shtetësi që e kalova, ligjin për lojrat e fatit e bllokuar në komision, dhe në shtator kisha plan të dorëzoj ligjin për profecin të drejt dhe adekuat. Në gusht, unë dhash dorëheqje nga kreu i partisë, dhe u lash këtyre pastaj që e shkatrun partia. Apo, dhe ligji nuk u dërgu. Ligji për profecin të drejt dhe adekuat nuk mundet, ka goxha punë. Për shkak se zoti Fetaj ka thënë që ai është që e ka bërë këtë ligj. Është mashtron. S'është ai që e ka bërë këtë ligj, sepse për këtë ligj partia ka paguar para në mënyrë që të bëhet një ligj, për shkak se kemi angazhuar, domethënë një shoqat në të cilën kanë qenë të kyçun edhe këto bashkimi e ky Arbeni, që unë i kam zhvilluar bisedimet me ato nga Kosova, ka qenë një shoqat që e bënde, dhe në të cilën unë i kam thënë këndvështrimet e mia politike se ç'duhet këtë ligji, po jashtë këtove që kanë bërë postierin që kanë kriju lidhjet edhe mi kanë ridërgu e-mailet të cilët i dërgonin ata asgjë tjetër. Këndvështrimi politik se si duhet të jetë ligji kanë qenë mijët. Për hir të së vërtetës, puna e tyre nuk ishte finale, por unë mora materien e nevojshme, substratin e nevojshëm në të cilën mund ndërhy që të sjellë një ligj sipas nevojave që i ka Maqedonia e Veriut. Ligjin e parë që ato kishin sjellë ishte ligji për pak a shumë e njëjtën ide të ligjit të gjuhës. Që e flasin mbi në, domethënë, profecimi i drejtë dhe adekuat për popullatën që është nën 20% dhe mbi 20% e popullatës. Natyrisht që hoqe, se duhet jetë profecimi i drejtë dhe adekuat duhet vlej për gjithë qytetarët. Shqiptar, Maqedon, Turq, e të gjithë. Po cila duhet jetë koncepti bazë i ligjit për profecinë të drejtë dhe adekuat? E parë, përkatësia etnike, secili qytetar ka drejt që ta deklaroj, dhe jo se ki ligji tani që të thot ti mund të deklarosh është parim universal e drejta e deklarimit të përkatësisë etnike, po ti e këtë ditën kur mund deklarosh. Dhe kjo është dita e regjistrimit të popullsisë. A ditë që regjistrohesh, ti deklaron përkatësinë tënde etnike. Dhe kur shkojsh marrish, kur të konkurrosh një vend pune, duhet shkojsh te enti statistikave ta marrish dokumentin, këtë duhet pranohet, dhe këto i parashef ligji për profesinë të drejtë dhe adekuat. 2. Parimi bazë do të jetë jurisdiksioni territorial, institucione. Qeveria, përfaqëson gjithë shtetin. Qeveria, nga pozicionet udhëheqëse, që janë ministrat, apo, dhe deri tek nënpunësi më i thjeshtë, po marrë një zonjë ose zotëri i nderuar, që është te dera, portieri, apo, që hap derat. Shqiptarët janë 30% në nivel të përgjithshëm, se ky është jurisdiksioni territorial i kësaj i këtij institucioni, 30% aty duhet jenë shqiptar. Prej ministra, drejtor, udhëheq sektori, udhëheq njësisë, e çfarë ka qeveria. Shkojmë në një segment tjetër. Gjykata.
Se çdo gjykat, çdo institucion e ka kufinin e vetë të veprimit, apo jo? Gjykata themelore e Tetovës. Jurisdiksionin e vetë territoriale ka Tetovet dhe komunat rreth Tetovës, apo? Të cilët 90% janë shqiptarë. 90% e gjykatëve, e prokurorëve, Duhet të jenë shqiptar. e të gjithë niveleve të administratës, do të jenë shqiptarë. Në qoftë se janë 5%, ku diun turq, 5% duhet të jenë turq. Në qoftë se, ku diun, janë 30% Maqedon, 30% duhet të jenë Maqedon. Jo të kemi një situatë kur në Tetov sot ke nga 20 gjykatësh 15 Maqedonës dhe vetëm 5 shqiptarë, se në qoftë se këtë realitet do ta kishim edhe në, po them, në Shqip, ku do ketë 15 shqiptarë dhe 5 Maqedon, atë rregull, se po mbahet llogari për një balancë. Apo? Dhe ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është jashtë dimenzionit vetëm të punësimit. Është forma, se i përmenda gjykatët, apo, që shqiptarët ta kthejnë besueshmërinë në gjykatë. Është forma që ti të nisish parandalosh proceset e montuara politike, sepse kur ti je i përfaqësuar në çdo institucion, edhe në polici, apo, në kuadër të jurisdiksionit territorial që e ka institucion, nuk mund të montohen proceset montuara politike dhe nuk mund montohen prova. Apo? Se kjo është shkaku se si janë montu proceset. Do të thënë, në këtë formë ti parandalon edhe keqpërdorimin e pushteteve në mënyrë që t'i bjet në kokë lirisë dhe të drejtës së qytetarit. Apo? Po marrim dashni edhe ndonjë jurisdiksion territorial tjetër. Ja, për shembull, po marrim sektorin e policisë në Ohër. Ja, s'po e marrim stacionin e policisë në Strug, po sektorin e policisë në Ohër, i cili përfshin Strugën, Dibran, Kërçovën, Ohër. Ky sektor do të marrë numrin e përgjithshëm Të atij rajoni. Të atij rajoni, raportin demografik që ka ai rajon, dhe në këtë formë do duhet të jetë përfaqësimi i drejtë i atij rajoni. Një segment tjetër shumë i rëndësishëm, barazia gjinore. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat duhet ta përfshijë edhe këtë kategori. Në një konkurs, në të cilin, natyrisht, vendi kryesor duhet të jetë garantuar për barësinë etnike që i takon, apo, mbështetur me përgatitje profesionale, po prioritet të institucion duhet të jepet gjinisë së nënpërfaqësuar. Të konkretizuar, në qoftë se ti shkon, po them, në drejtorinë e tyrave publike, zdia ka Çajiri, me siguri s'ka, po e zem se ka, apo? Dhe në këtë drejtori të tyrave publike, ti ke, ku di unë, 40 meshkuj, 30 femra, apo? Dhe është një vend pune në të cilën do t'i takohe një shqiptare ose një maqedoni, dhe mbasi paraqitet dokumentacioni nevojshëm, duhet përparësi t'i jepet gjinisë së nënpërfaqësuar. Me fjalë, në qoftë se janë më pak femra, i jepet dhe i ke një kandidat femër dhe mashkull, ti e zgjedh kandidatën femër. Dhe në këtë formë ti do arrish barazin në afat kohor më të gjatë, përfaqësimin gjinor dhe barazin gjinore në të gjitha institucionet. Pak a shumë to janë koncepte. Natyrisht që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, dhe këto debate natyrisht do i bëjmë parlament dhe do i konkretizoj edhe me ligj. Do dorëzoni amendamente në lidhje me ligj do dorëzoj që të vendoj standardin. Dhe jo gënjeshtër, siç propozohet kjo, sepse unë jam i dakord kur dikush më thotë ke gabim, du të shoh një propozim më të mirë. Apo. Dhe ne duhet vendojmë standard dhe nuk duhet ta lejojmë që kjo të kalojë në këtë formë si mundohen që ta kalojnë. Natyrisht që ligji duhet të ketë edhe mekanizma ndëshkues, me para, por edhe me humbjen e vendit të punës ai që mundohet në format si me balancusi që të arrijë vendin e punës, apo jo, me manipulim, dhe do edhe mekanizëm kontrolli. Në procesin e kontrollit të ligjit, unë mendoj që të implementimit të ligjit, përveç avokatit popullit e qeverisë tyne, duhet hynë edhe këshillat e komunave, pushteti lokal, duhet të raportojë dhe këshilli të sjellë vendim për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat, jo vetëm të institucioneve komunale, po të gjithë institucioneve në kuadër të territorit të asaj komune. Pak a shumë, këto janë disa lloj konceptesh
të cilët do duhet t'i përfshi ligji, tani ndoshta edhe harrova diçka, por realisht kjo do të quhej ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, dhe kjo do ta bënte Maqedoninë e Veriut më të barabartë, më të përfaqësuar, pa pasur nevoja që të bëjmë luftra se ky na zen vendin e punës, ai tjetri t'ja zen vendin e punës, secili do të ketë vendet e garantuara dhe është një balans i cili e ruan paqen dhe stabilitetin. Nëse të thela edhe për hir të minutazhit, kalojmë blec edhe në disa tema tjera, zgjedhjet në Hungari dhe rezultati i prodhuar atje prodhoi edhe shumë debate në vendin tonë. Ne dimë që afërsinë që kishte qeveria aktuale me zotin Viktor Orban, i cili humbi zgjedhjet në Hungari dhe rikthehet edhe debati se a do të kthehet Gruevski në Shkup apo jo. Po tani unë vetëm kjo e dyta, kjo pyetja e dytë që bën unë nuk shoh në dallim. Sepse Orbani i afërt me Gruevskin po. Mickovski i afërt me Orbanin po. Tani ka ngel vetëm a do shifën këtu në Maqedoni apo do vazhdojnë të shifën në Hungari. Kështu që a do kthehet. Varet ai në qoftë se kthehet ka një vendim të cilës ka vendim plot fuqishëm për Tymburg, apo jo? Dhe tash do të varet edhe nga qeveria e re e Hungarisë, a do ta ekstradoj apo nuk do ta ekstradoj, sepse ai ka statusin e azilantit politik. Tani këtu do të shifet se cili do të jetë vendimi i kryeministrit të ri të Hungarisë, por rezultati i dieshëm është një sqarim i mirë. Do të shohim gjërat se si do lëvizin. Është një sqarim i mirë sepse përfundimisht Hungarinë si një shtet shumë i rëndësishëm i Bashkimit Evropian në Evropën qendrore e shkput përfundimisht paktën për këtë periudhë me këtë qeveri të re, do të shohim paktën këto janë pritjet dhe ky është në verdikti i hungarezëve që e dhanë me votë, me një fitore absolute, apo ka formuar dhe shumicën absolute në parlamentin e Hungarisë. Do të thënë shumica absolute është lajmi i mirë është që shumica absolute e hungarezëve janë anti-Rusi dhe anti-linje dhe janë pro-BE. Apo. Dhe kjo është moment shumë i rëndësishëm për shkak se Hungaria dhe Orbani ishte porta hyrëse e Rusisë dhe influenca e tij në Europë. Dhe sa më tepër, sa më pak t'jenë aktorët politik të cilët janë në influencë të Rusisë në Europë, e sidomos në Ballkan, aq më mirë do t'i kemi punë të gjithë popujt e Ballkanit për edhe të Europës. Zoti Sela, e filluam këtë bisedë me çështjet tuaja të brendshme partijake, do ta mbarojmë edhe këtë bisedë edhe në lidhje me çështjet brendshme tuaja partijake. E dim se në 2 ciklet e fundit zgjedhore keni garuar në koalicion si Fronti Evropian dhe e dim që në 2 ciklet e fundit zgjedhore ishin 2 tabore politike shqiptare, Vleni dhe Fronti Evropian më pas AKI-ja. Tani me që nuk jeni pjesë e asnjërit prej këtyre taboreve, si mendoni të rreshtoheni në zgjedhjet e ardhshme parlamentare kurdo që mbahen ato? A lini të hapur mundësinë për të koalicionuar dhe bashkëpunuar me ndonjërin prej këtyre taboreve apo jeni të qëndrimit për të vazhduar vetëm në zgjedhje parlamentare? Jo, unë çdo herë kam thënë që paktën edhe kjo periudha 2 vjeçare, po them, prej ndarjes së aleancës, kompromiset që kemi bë, disa herë edhe momentet e vështira politike i kanë edhe disa segmente të mira të saj. Përballja me kundërshtarin, ulja në tryezë me kundërshtarin politik. Në fundit bën të kuptosh që politika është edhe kompromis dhe takime edhe me kundërshtarët politik, linja komunikimi edhe me kundërshtarët politik. Përsa kohë që problemet të cilët i rrahin në opinion, mund të kemi këndvështrime të ndryshme, por fundit qëllimet duhet t'i kemi të përbashkët.
Të gjithë gjërat që ne folim, edhe gjua, edhe ligji për përfaqësinë të drejtë dhe adekuat, edhe BE-ja, ndërsimin BE, natyrisht që kërkon ne të bashkojmë kapacitetet gjithë bashku në mënyrë që e nesërmja të na gjejë më mirë se sa e sotmja. Apo edhe në drejtim të situatës dhe nivelit të përfaqësimit edhe situatës si kom shqiptar këtu në tokën tonë, në trojet tonë, apo, por edhe në drejtim të antarësimit sa më shpejt në Bashkimin Evropian, sidomos në këtë periudhë trazirash që ne kemi të nevojshme që të jemi pjesë e një unioni më të gjerë, fuqish dhe forcash, në mënyrë që të ndihemi më të mbrojtur ashtu siç ndihemi më të mbrojtur nga fakti që jemi antarë të NATO sot. Apo. Kështu që në këtë drejtim, natyrisht që ne punojmë si aleancë për shqiptarët që të ndërtojmë kapacitete dhe vetë dalim për para qytetarëve, kjo është më idealja për para shqiptarëve, sepse kur shkon zgjedhje, nuk duhet shkosh në zgjedhje vetëm për të marrë votë. Po ne që jemi në politikë, duhet shkojmë zgjedhje dhe të japim llogari, se ç'kemi bërë me votën e atyre qytetarëve që i kemi marrë. Apo. Dhe koalicionet e kanë një moment të vështirë. Ti duhet marrish përsipër bataklloqet që i ka bëjë tjetri që i ke partner koalicion. Apo. Jeni ndjerë keq? Çdo herë kur ka fushatë që në koalicion? Çdo herë, jo vetëm tani, po edhe më herët. Për shembull, unë në 2020-ën isha në koalicion me Alternativën, e kujtohet, apo. Dhe unë duhesh të dëgjoj kur kishim takimet e përbashkëta për suksesin e papar që ka arrit Alternativa në menaxhimin e Ministrisë Kulturës. Ndërkohë që këndvështrimi im dhe i aleancës në lidhje me formën se si duhet menaxhohet Ministria e Kulturës është komplet ndryshe nga 15 milion euro që ndahen për projekte, se veç për këtë pjesë flisni ato, dhe ke ky 15 milion që ti tani pas ka arrit që t'ju japish shqiptarëve pak më tepër para se sa jo anë më herët, autorëve shqiptarë. Apo. Tani nuk është niveli i të arrirave në kulturë, kur ti ka arrit që synetin të financosh si manifestim kulturor që duhet të paraqesim neve si mesazh. Ndërkohë që unë nuk di të ndërtuar ndër një institucion kulturor gjatë tyre 20 ca viteve. Një ansambël është. Apo? Të tjerat që kanë qenë, kush është financu, kush është financu dhe nuk ekzistojnë, dhe sot e kësaj dite kam vështirësi. Një teatr përmendet, ndërtimi një objekti të teatrit nga 2008, për hir vërtetës, 2007, po dëshaja kur ka qenë qeveri, që u soll si projekt, sot e kësaj dite nuk është përfunduar akoma, apo? Për çfarë flasim ne? Kështu që, ja çmimin që e pakon detyrohesh që, e mos flas, që po shembull zgjedhjet lokale po i marrin fundit. Unë kundërshtar politik i kam pas zotin Merko. Dhe vazhdoj ta kem. Dhe kandidati që ne kishim atje nuk fliste për formën si është qeverisë dhe është menaxhuar komuna e Strugës, dhe fliste zoti Qyra, që ishte në koalicion me zotin Merko, dhe janë sot e kësaj ditë. Apo? Kështu që ka një çmim që e paguajnë në koalicion. O sido që tjetë. Koalicionet veç për të bërë, për ta fitu njëri tjetrin, unë mendoj që nuk shërbejnë për gjë, a koalicionet bazuar në pika programore, po natyrisht jam i hapur, me çdo aktor politik, i cili është i gatshëm që të flasim për pika programore, flasim për kurzime, sepse pafundësisht ne nuk mund të bëjmë garën ju kur ishi, po ne kur jemi. Ç'bët ju e ç'bën ata. Sepse kjo nuk na çon askund, kjo nuk i mbron shqiptarët, kjo nuk ka zgjedh problemin studentëve, edhe të jurisprudencës, po kjo nuk ka zgjedh problemin asnjë shqiptari që ka nevojë për idare, për bukën e gojës, edhe prandaj them që po koalicione për përcaktime programore po. Zoti Sela, atëherë faleminderit që ishit pjesë e emisionit tonë. Faleminderit për mundësinë. Shikues të nderuar, faleminderit edhe juve për vëmendjen, nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.